Dita e dytë e aktiviteteve për çeljen e sezonit turistik në Vlorë ka nisur mes atmosferës festive dhe pjesëmarrjes së lartë të fëmijëve në aktivitetet e organizuara përgjatë lungomares. Edhe pse moti u shoqërua me reshje shiu, kjo nuk e zbeu entuziazmin dhe energjinë e të vegjëlve, të cilët ju bashkuan aktiviteteve sportive dhe kulturore të organizuara në qytet. Muzikë, notë, kërcim dhe sport u ndërthurën bashkë për të sjellë një atmosferë të arreshme për të gjithë vogëlushët. Në zemër të lungomares u zhvillua kampionati notit, ku morën pjesë dhjetra fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Gara sportive solli emocione dhe atmosferë pozitive, duke kthyer zonën bregdetare në një qendër argëtimi dhe sporti për familjet dhe vizitorët. Po ashtu zhvillua edhe beach volley, kampionati volejbolli në plazh, me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve të cilët sfiduan kushtet e motit për të qenë pjesë e aktiviteteve sportive, të cilët shoqërojnë nisjen e sezonit veror. Një tjetër moment i veçantë për më të vegjëlit ishte edhe shfaqja e teatrit të kukullave, ku janë ëndrat, e cila tërhoqi vëmendjen e shumë vogëlushve dhe prindërve. Zana do t'ju japi një kup juve kërcimtarëve të vogla. Mirë? Jepja Zana? Merë Zana jepja? Aktoria e teatrit të kukullave, Androneta Caushllari, u shpreh se aktivitetet të tilla kanë një rëndësi të veçantë për argëtimin dhe edukimin kulturor të fëmijëve. Atëherë, si ditë e dytë e aktivitetit, jemi me teatrin e kukullave, sot kemi Ku janë ëndrat. Shpresoj që fëmijët të kënaqen shumë dhe pse ditë me shi, ne do sfidojmë kohën për të dhënë shfaqje tek fëmijët dhe mesazhi të përcillet ashtu siç ne duam dhe fëmijët të kënaqen. Shumë faleminderit. Të gjitha këto aktivitete organizohen në funksion të promovimit të turizmit dhe krijimit të një atmosfere sa më të gjallë kulturore në Vlorë në prag të sezonit veror. Festimet do të vijojnë edhe gjatë orëve të pasdites dhe të mbrëmjes për të kulmuar me koncertin e madh që të mbahet në orën 20. Në skenë do të performojnë artistë të njohur dhe të dashur për publikun shqiptar, si Noizi, Elgi Doda, Ronela Ajati, Komando dhe Dexter, duke premtuar një mbrëmje festive për të gjithë qytetarët dhe turistët.